Pastaj neve Allahu na ka dalluar me gjini, ke gjinin femrore dhe gjinin mashkullore. Disa vepra janë të veçanta për gjinin femrore, apo role, disa role janë të veçanta për gjinin mashkullore. Disa role të tjera i kanë të përbashkëta, të njëjta, dhe para Allahut janë komplet të barabartë. Kjo është urtësi prej tij, që të sprovohen njerëzit me njëri tjetrin. Pasaniku sprovohet me fukaran, fukaraja me pasanikun. Më i bukuri me atë që është më pak i bukur, ai që është më pak i bukur me atë që është më i bukur. E kështu me radhë, i bardhi sprovohet me të ziun, i ziu me të bardhin. Kjo është bota, pra është një test, në mënyrë që të shihet se cili është më i devotshëm, cili do të veprojë më shumë, cili do të arrijë shpërblim më të madh, cili do të arrijë shpërblim më të vogël, ndërsa në ahiret krejt të gjëra gjykohen me drejtësi dhe Allahu nuk i bën zullum askujt. Sa i përket racave apo kombeve, kjo është diçka që dallon dhe ne këtë e shohim ashiqare. Pra, disa raca i kanë disa gjëra më të zhvilluara, racat e tjera i kanë më zhvilluara disa raca tjera. Kjo është gjë normale, natyrale që shihet në këtë botë. Mirë, po nuk do me thonë tash se kjo do të shkaktoj zullum ndaj njëri tjetrit, sepse zullumi është i dyanshëm. Ai që është populli, raca, apo ai që është pak më ngritur, foli për në aspektin e kësaj bote, mund t'i bëj zullum këtij që është më pak, po edhe kundërta. Ky që është më pak prej zilis, hasedit, mund t'i bëj zullum atij tjetrit që është më i ngritur. Dhe këto janë çështje të kësaj bote. Mirë po, unë e desha, pra ta sqaroj këtë çështjen e krijesave para Allahut. Pra, para Allahut të gjithë i kanë të drejtat e barabarta, më i ngritur është ai që është më i devotshëm. Ndërsa në këtë botë, për shkak që të sprovohen me një tjetrit, Allahu i dallon. Dhe kjo nuk do me thonë se gjatë gjitha kohrave duhet jetë e njëjtë. Në një kohë, për shembull, mund ngritet një komb, një ashtu, një krahin, një kontinent. Kohën tjetër i vjen koha këtij vendit, krahinës, popullit tjetër. Mirë po, zakonisht, ata që janë më të devotshëm, apo ata që janë më afër moraleve hyjnore, ata do të kenë përparësi edhe në çështjet e kësaj bote.